Bllokimi, çështja korrupsioni i parë është një nga aktet më të shëmtuara. Dosjen Eman Altin Dumani me urdhër të Edi Ramës. Dosja është dorëzuar në SPAK nga ish ambasadori e Bashkimit Evropian para largimit të saj. Por një dorë e zezë e ka bllokuar atë dhe ajo nuk lëviz. Ka privuar fermerë shqiptarë nga 130 milion. 130 milion euro. Kurse autoria kryesore pas ramse asaj vjedhje të fondeve të IPARD-it është këshilltare në kryeministri, po përgatit një libër kushtuar, një tekst për Akademinë e Barive. Po, se tani ka dhe aktivitet akademik ajo Krifsa.